Gjykata e posaçme e apelit vulosi sot një goditje që prek në thelb bërthamën familjare të Sali Berishës, duke lënë në fuqi sekuestron e 25 pasurive të dhëndrit Jamarbër Maltezi dhe të bijës Argita Maltezi, me vlerë rreth 5.4 milion euro. Hetimi i dosjes Partizani ka dokumentuar gjithashtu transferta bankare për apartamente në Myni, Bruksel, Rotterdam dhe Budapest, duke shkryer spektrin e provave përtej kufive të Shqipërisë dhe duke ngushtuar hapësirën e mohimit për të pandehurit. Megjithatë, ajo që ndodhi pak minuta pas shpalljes së këtij vendimi nuk ka të bëjë fare me strategji mbrojtjeje ligjore dhe pikërisht këtu fillon analiza e një shantazhi politik të mirëmenduar që operon mbi logjikën e presionit mafioz. Sali Berisha nuk doli përpara kamerave për të komentuar provat e spakut, nuk përmendi asnjë gërm të aktit gjyqësor, nuk u përpoq të argumentoj pafajësinë të bijës apo të dhëndrit. Në vend të kësaj, i shoqëruar nga pupaci i tij Belind Kolliçi, ish kryeministri kaloi menjëherë në sulm duke denoncuar një aferë krejt tjetër, atë të licencës së kazinove në kullën e Albania dhe duke drejtuar objektivin direkt tek vëllai i kryeministrit Edi Rama. Kjo nuk është rastësi, nuk është agjende planifikuar prej kohësh dhe nuk është as rastësia e një denoncimi që ndodhi që përkonte me një vendim gjyqësor. Ky është një ultimatum i heshtur, i mbështjellë me petkun e një konferencë për shtyp, një mekanizëm presioni që funksionon mbi parimin e kompromatit reciprok mes klanesh politike. Dy familjet e kanë provuar më parë këtë gjuhë të përbashkët të presioneve të ndërsjella dhe në disa raste kanë arritur të gjejnë një modus vivendi, një lloj armpushimi të nënkuptuar ku goditjet mbahen në pragun e shkatërimit të dyanshëm, por vendimi i sotëm ndaj dhëndrit Abi Maltezi mban erën e një prerje në bes të pastër, një shkelje të pashkruar të asaj tolerancë të heshtur që kishte funksionuar her pas here. Berisha interpretoi këtë jo si një hap procedural të drejtësisë, por si një sulm personal që thyen të rregullat e lojës, dhe përgjigjja erdhi menjëherë. Mesazhi u dërgua jo me deklarat për median, por përmes vëllait Olsit, objektivit të ri të denoncimit të detajuar, duke e kthyer kështu familjen e Ramës në kolateral të një hakmarrjeje të paralajmëruar. Nuk është hera e parë që Berisha përdor këto lloj levash presioni. Mjafton të kujtojmë rastin e kullave të Zenit, ku Shkëlzen Berisha, djali i ish kryeministrit, u përfol si pjesë e një skeme të ngjashme presioni ndaj qeverisë së Ramës, një episod që tregoi se sa thellë kishte depërtuar logjika e kompromatit të marrëdhënies mes këtyre dy kampeve. Tani me dosjen Partizani që prek dhëndrin, Berisha ka rigatitur këtë mekanizëm të njëjtë, por duke intensifikuar ekspozimin ndaj Olsi Ramës, personazhet që deri dje gëzonte një mbrojtje të heshtur nga sistemi. Denoncimi i prezantuar si mega afera e kazinos në Air Albania shpalosi një skem të detajuar që përfshin kompaninë Albstar, ndryshimin e dyshimit të aksionerëve dhe një rivlerësim skandaloz të një sipërfaqeje prej 275.000 metra shkatror në kepin e Rodonit. Toka e bler për rreth 320.000 euro u mbi çmua në 26 milion euro brenda 2 muajve për të shërbyer si kapital aksionar, duke i hapur rrugë marrjes së licencës së kazinove në kullën më ikonike të Tiranës. Kolliçi ndërtoi kallëzimin publik mbi një strukturë offshore që e çon tek një shtetas venezuelan i cilësuar si prestanom, ndërsa fijet e rrjetit të tërhoqën deri tek Gert Haka, një mik i ngushtë dhe shoqërues i përhershëm i Olsi Ramës. Në denoncim u theksua se Haka ishte me Olsi në Serbi gjatë ndeshjes së kombëtares, se shfaqej në fotot me djalin e Olsit dhe në tribunat të ndeshjeve të Partizanit, duke e kthyer kështu miqësinë në indicje dhe intimitetin në provë publike. Formula është elementare në mekanikën e presionit mafioz. Çdo goditje ndaj dhëndrit do të pasohet nga ekspozimi i vëllait. Berisha nuk po i kërkon spakut të hetojë thjesht një aferë të re, por po sinjalizon se mban në dorë dosje që godasin direkt bërthamën familjare të Ramës, dhe se kjo lojë tani zhvendoset nga sfera e përgjegjësisë ligjore në atë të negociatave të fshehta me kompromise. Depozitimi i paralajmëruar i materialeve në prokurorinë e posaçme vepron si një kërcënim i varur mbi kokën e mazhorancës, dhe kjo e bën konferencën e sotme jo një denoncim, por një paralajmërim, dorën mbi dosjen e Olsit. Qeveria ndërkohë vendos përballë një dileme të ndezur nga vetë koha e denoncimit. Nëse SPAK detyrohet të hetojë seriozisht pistën e Olsi Ramës, atëherë shantazhi i Berishës do të ketë arritur të hapë një front të dytë gjyqësor që baraspeshon presionin që po e kthen dosjen Partizani nga një goditje unilaterale në një përplasje të dyanshme mes dy familjesh. Nëse hetimi mbyllet shpejt dhe pa pasoja, atëherë narrativa e mbrojtjes selektive të familjes së kryeministrit do të marrë fuqi të plotë në opinionin publik dhe Berisha do të ketë fituar betejën e perceptimit dhe pa fituar atë ligjore. Lëvizja e tij ka qenë kirurgjikale pikërisht sepse ai ka vënë Ramën përballë një zgjedhje ku çdo opsion përmban një kosto të lartë dhe ku heshtja bëhet e pamundur. Ajo që ndodhi sot nuk është thjesht një përplasje mes qeverisë dhe opozitës, por një demonstrim
demonstrimi asaj që ndodh kur drejtësia godet njëkohësisht familjen dhe pushtetin. Berisha nuk ka më instrumente institucionale për të mbrojtur, nuk ka shumicë parlamentare dhe nuk ka aleat brenda sistemit të reformuar të drejtësisë. Ka vetëm dosje dhe ato po përdor si monedhë këmbimi në një tryezë ku lojtarët flasin gjuhën e presionit dhe jo të ligjit. Sot nuk pam një reagim politik ndaj një vendimi gjyqësor, por një mekanizëm shantazhi që funksionoi në kohë reale, me kamera ndezur dhe me një audiencë që tani pret të shohë se cila familje do të digjet e para në zjarrin që të dyja palët kanë ndezur.